Përshëndetje të gjithëve. Sot ju ftoj të bëjmë një dialog imagjinar me Kozetën, një nga figurat më domethënëse të romanit Të Mjerët të Victor Hugos. Kozeta mishron pafajësinë, qëndrueshmërinë dhe shpresën në një botë ku varfëria dhe padrejtësia nuk janë thjesht sfond, por mekanizma që e formosojnë jetën e njeriut. Përmes këtij dialogu do të përpiqemi të kuptojmë jo vetëm çfarë i ndodh asaj, por çfarë simbolizon rrugtimi i saj. Si lind shpresa brenda dhunës së përditshme dhe si kthehet një fëmijë i përjashtuar në një qenie që mëson të besojë sërish. Përshëndetje të dashur student. Jam e lumtur që mund të flas me ju. Kur lexoni historinë time, mos mendoni vetëm për një personazh, por për një fëmijëri që u mohua, për një jetë që u trajtua si e parëndësishme. Megjithatë, edhe në errësirë ka një diçka që nuk u shua, dëshira për të jetuar dhe për të besuar se mund të ketë një botë tjetër. Kozeta, si e përjetove fëmijërinë të Thénardiert? Çfarë mund të na thoni për atë periudhë? Ajo periudhë ishte e errët. Frika dhe vetmia ishin të përditshme. Më trajtonin si shërbëtore, si një bardh që mund të urdhërohej e të poshtrohej. Por ajo që dua të kuptoni është diçka më e thellë. Fëmia, edhe kur shtypet, ruan një grimcë shprese, dhe kjo grimcë është mbijetesë. Në roman ka skena ku unë duke me vogël, e heshtur, e ngarkuar me punë që nuk i takon një fëmije. Aty Hugo nuk kërkon vetëm keqardhje, ai na bën të shohim se si shoqëria lejon që një fëmijëri të shtërohet në shërbim dhe frikë. Si do ta përkufizoje marrëdhënien tënde me Jean Valjeanin? Pse është vendimtare për ty? Jean Valjean nuk është vetëm baba birësues. Ai është shpëtim, udhëzim dhe mbrojtje. Me të mësova çfarë do të thotë dashuri pa kusht dhe siguri, jo si luks, por si e drejtë njerëzore. Ai më mësoi se dinjiteti nuk vjen nga pasuria, por nga mënyra si të shohin dhe si të mbrojnë. Prania e tij nuk i fshin plagët e së kaluarës, por i jep kuptim faktit që unë mund të rritem pa u thyer. Kur e lexoni këtë marrëdhënie, shikoni edhe një tjetër dimension. Valjeani është njeri i ndjekur nga ligji, por i udhëhequr nga ndërgjegja. Te ai, Hugo e vendos pyetjen: kush është më i drejtë, ligji që dënon apo njeriu që shpëton? Historia jote ka edhe një dashuri me Mariusin. Çfarë simbolizon kjo dashuri? Dashuria ime me Mariusin simbolizon një të ardhme të mundshme. Nuk është thjesht romancë, është një mënyrë për ta kthyer jetën drejt dritës. Ajo tregon se e shkuara, sado e dhimbshme, nuk e ka gjithmonë fjalën e fundit. Dashuria, kur është e lirë dhe e pastër, ka forcë të transformojë, e kthen dhimbjen në shpresë, jo duke e mohuar dhimbjen, por duke e tejkaluar. Për mua, kjo dashuri është prova se njeriu mund të dalë nga errësira pa u bërë i errët. Çfarë mesazhi do t'u jepje studentëve sot që përballen me sfidat e tyre? Mos e humni besimin te vetja. Edhe kur gjërat duken të pamundura, çdo provë mund ta forcojë njerëzoren brenda jush. Mësoni të dëgjoni, të ndjeni dhe të doni, sepse aty qëndron forca e vërtetë. Dhe mos harroni, një shoqëri nuk gjykohet nga fjalët e saj, por nga mënyra si i trajton më të pambrojturit. Faleminderit Kozeta për këto fjalë. Ky dialog na fton ta kalojmë lehtësimin nga niveli i ngjarjes te niveli i kuptimit. Të kuptojmë personazhin do të thotë të kuptojmë mekanizmat shoqëror që e prodhojnë padrejtësinë dhe njëkohësisht mundësinë e shpresës. Ju ftoj ta lexoni Të Mjerët, jo si tekst i largët klasik, por si laborator ku mësojmë të shohim tjetrin me përgjegjësi.